oj, më çmendemoj. Gelato. Kemi xhaxhin tim. Bravo! Hej goca, përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Përgjithësisht që s'më njihni, unë jam Alketa, edhe ky është kanali im. Jam një mami i 2 fëmijëve dhe jam një vajzë që s'kam rishtur kur së ndërruari dhe s'u bëri ajo që vërtet dëshiroj që t'jem. Që do të thot estetiste plus operatrice holistika. Dhe kohët e fundit kam nxjerrë edhe produktet e mia të linjës Amarli. Dikush për jush i ka provuar, dikush për jush akoma jo, se mbas akoma nuk e dini. Edhe thash, me që dijem kishin ardhur këto porosit, por nuk i kisha parë, kishin hedhur diku aty tek sheshi, te hyrja ime, tek bari, dhe nuk e kisha vënë fare, sepse është bërë gjithë gjelbërim aty dhe nuk duket shumë mirë. Edhe sot i pash, mi kishte sjell burri lart dhe kur kishte vaditur kofshtin aty që kishte ndezur ato i sprusat, mi solli lart dhe më tha mua na se shpëtovën qimet se do ishin njomur. Mbase s'do të ishin njomur se ishte mbërthyer me qese, por gjithsesi. Si fillim, dua t'ju tregoj që unë e nisa këtë ordinimin se desha t'i bleja diçka Amarilisit për koncertin që ju tashmë keni parë, është video e fundit që kam hedhë. Dhe nuk më erdhi në kohë, ose më saktë, jo, dje erdhi, kurse Amarilis këndoi çtunën. Nuk më erdhi në kohë. Gjithsesi do ta përdorim dhe do ta veshim në koncertet e radhës, sepse Amarili sapo ka filluar të bëjë koncerte dhe është kjo veshja që është e gjithë e ngjitur, që vjen në këtë formë me tuta të gjëra, ka një material shumë elastik, shumë të freskët dhe mendoj që Amarili do t'i rrinë shumë bukur, gjithsesi kur të vinë sot në shkolla, Amarili sot vjen në orën 4 del në shkolla dhe akoma nuk e di se kush do ta nxjerrin, gjithsesi, avasën vete ky. Dhe mbrapa vjen me kurizin kështu, hapur këtu. Nuk e di si do t'i rrinë Amarilisit veshur. Tani problemi nuk është ky. Problemi është që tani si ky ka ardhur dhe një tjetër që unë nuk më mbaj mend ta kem ordinuar, ose e kam shkelur gabimisht aty, e kam bërë për 2, por nuk kam bërë 2. Kam bërë një ordinim, jo 2, sepse ky është më i vogël, apo më i madh. Nuk e di, të shikojmë, sepse njëri nga qeset thot kids, për bambini, do të thënë, kurse kjo është shenjë normal. Nuk e di. Mos më thoni, ja të shikojmë tani kush është më madh, kush jo, mbase do provoj ndonjërin nga këto, mbase më bën mua, se di. Se jo, janë të dy njësoj njerëz. Pas më thënë një më. Ha shpirt. Okej, bëj që ka i gajtë atje. Hajde këtu mos e prek se rrëzohet, hajde këtu. Ai pizza. Po hungry pizza çoni, bravo. Shë që ka bler mami dadës? Ja ka bler mami dadës. Njerëz që kanë të dyja njësoj, ose jo, dale? Po, piano. Nuk e di kur e kam shkelur 2 herë, por gjithsesi nuk shkojnë dëm, sepse Amarili është një fëmijë që zhjitet shumë, los me shpirt, me zemër, domethënë se s'ka një ditë nesër. Dhe duke parë këtë gjërat për Amarilisin njerëz, mbase njërën dhe ja dhurojnë ndonjë shoqet Amarilisit, nuk e di, shikojnë. Duke parë për Amarilisin, para se të dilja nga shenjë, më dolën këtë dashuri. Më doli pisteti, që është në këtë mënyrë, me këto fjongo, që vdes të fjongo dhe gjurë roz, tashmë e dini, vjen me xhepa dhe gjëja që më pëlqevi është se nuk e di sa duket aty, deri në një ka astar në brenda, domethënë deri diku këtu janë si të shkurtra astari, pastaj dorësh i të i dukshëm. Por do t'i provoj, do më shikoni veshur. Edhe bukra që ka një copë, shumë të freskët dhe si që thash në fundi vin të gjëra. Edhe gjëja më e bukur akoma është ky gjeleku dhe më pëlqen që është i gjatë dhe i gjerë. Në këtë mënyrë mund të ta vesh edhe me kron tope poshtë që mos t'je me sikletshme, se këto janë të bukur, por do t'jesh diçka poshtë, sepse përndryshe e dini, mo? Por më pëlqen që është i gjatë. Mendova se do më vinte shkurtër dhe nuk e dua të shkurtër, sepse këto kompletet kështu i dua pak oversize. Edhe ky modeli këtu shumë i bukur. Arlin sfond, ta dini. Edhe vin kështu. Edhe këto.
detaje. Shumë i bukur. Duhet të dini njerëz se Amarili ka filluar të më vjedhin në veshjet. Domethënë kjo gjëja edhe më shqetëson dhe më lumturon sepse do thotë që Amarili është rritur kaq shumë, sa shumë shpejt po ikën koha dhe nuk e di domethënë. Amarili është bërë e madhe. Ka shumë trup. Do picin tim. Po pice, mami do tregon një gjë këtu. Tani goca, kur na mbushet prap pajpali. Aspetta shpirt. Do bëjmë dhe një ordinim tjetër me që jemi drejt verës, plus që jemi dobësuar, të ndrojmë pak garderobën, gjitha rrobat që kam seleksionuar i dhuroj, thjesht do të dalin dikush që të më shkruajnë i dua unë i pres filan vend e paguaj unë rrugën, sepse përveç se i dhuroj nuk mund paguaj dhe rrugën, që kështu ka rrobet e mia, masat nga më të ndryshme, ka rrobe për fëmijë, për goca, për çuna dhe pak u gje për burra, se burrat që kanë shkretët për veti, me gjithë të japin të të kanë velen pa vetë. Tani nuk e di, me zit po pres që të vina Amarilis dhe t'i provoj këto. Dhe të shikoj që këto, se po shkojnë të etiketën këtu. Është për 9 vjeç. Për 9 vjeç, Arli mos është për 9 vjeç edhe ka që vogël edhe kjo, gjëja tjetër. Edhe kjo për sa vjeç është? 9 vjeç. Nuk e di si është bërë, i ka marrë 2. Hajtë më, s'ka problem. Më mirë shumë se sa pa, njërën do ja tregoj njërën njohë, sepse, si që thash, Amarilis i zhyt shumë shpejt. Nuk është një vajzë që kujdeset, sepse i pëlqen të argëtohet shumë. Pastaj, kam bërë shumë mirë shumë ka ardhur, sepse Amarili në datën 7, ku unë jam në kurs, ka manxhatën e fundit me klasën, domethënë do shkojnë të hajnë gjithë për jashtë si klasë, edhe me atë rast ta veshin një nga këto dhe shpresoj që ta sjellim saktë shtëpi, po nuk mendoj se do ndodhi. Edhe po, tani e di që do më thonë një Alketa provoj pak të kostumin, por që do t'i vëj një larje të shpejt, të shkurtër, me proces shumë shkurtër, sa për t'i hequr atë merakun. Dhe mendoj nesër ose mas dite do t'a kem veshur dhe do jem edhe më rregulluar, edhe do t'ma shikoni veshur. Mendoj që ta vesh, jo, s'mundem ta vesh, sepse tek gota datën 15 qershor Alketa ka provimin e fundit fare, do më thënë që unë mbyll gjithë ciklin e shkollës edhe diplomimin, do më thënë, unë marrë diplomimin e akademisë të një operatriç holistika, kam shumë emocione, kam shumë merak, siklet, normale, si të shkojnë, se gjithmonë është ai ankthi i provimeve, kam një qerre me gjëra për të studiuar, gjë që mësuesja na tha që të zgjedhim një temë dhe një masazh, sepse do bëjmë edhe teori edhe praktik. Jam e bindur që të dalë me shumë sukses, thjesht dua që ta heq, ta kaloj si gjë dhe mos ta kem momentin aty. Normalisht që është një datë shumë e rëndësishme për mua, kam vendosur ta tregoj sepse kam nevojë ta shpreh, nuk doja ta mbaja për vete, se nuk më duket një diçka fundja fundit unë do ta kaloj, unë do ta heq. Edhe po, aty më presin 3-4 libra resht që duhet të mësoj. Do të mësoj lëkurën, celula, do të mësoj kockat e njeriut, e shumë gjëra të tjera që janë aty. Tani, nëse Arli do flerë gjumë sot, mas dite do lexoj një orë ose 2, edhe pastaj nëse nuk do gjej njëri që do marrin Amarilisin, se Amarilisin del në orën 4, më takon që t'iki në këmbë me Arlushin te karroca, diku tek 50 minuta, një orë larg e kam shkollën në këmbë. Por që të bëjmë? Nëse zgjedhet njëri, do shkojmë se gjithë njerëzit punojnë, është sezon, nuk ka asnjëri i lirë, të shumta të rasteve ma ka marr vëlla im, halla ime, Alma, edhe njerëzit e burrit që jetojnë ku tek fshati ku ka shkollën Amarilisi, ku kam qenë edhe unë përpara, kam jetuar për 10 vite rresht. Edhe por që njerëzit punojnë, siç e thash, edhe nuk kanë mundësi që të shkojnë ta marrin. Tani, është një diçka që se u kam thënë kur. Makina është për jashtë, e ka makinën aty, por nuk e di nëse ka nëna si puna ime tani që po më dëgjojnë. Unë kam inkubo, shumë frikë akoma, të ngas makinën vetëm me Arlin brenda.
Arli është 2 vjeç e gjysmë, nesër, pikërisht nesër, Arli bën 2 vjeç e gjysmë në datën 4, sepse ka lindur 4 janar të 2023-shit. Edhe nesër ka edhe ditëlindjen babim. Edhe njerëz, unë akoma nuk e kam marrë atë guximin që të udhëtoj ose të bëj edhe thjesht një xhiro me Arli në makinë, se nuk e kam heq këtë frikën, duket sikur të ndodhe një gjë e keqe, më duket sikur nuk e di, shumë janë gjëra që më kalojnë mua përmend, merake, frikra e tëra me radhë. Nuk e di kur të më kalojnë dhe nuk e kam akoma atë forcën që ta marr si iniciativë tipi dhe ta provoj, kam tepër frikë, nuk e di sa mund më kuptoni ose nuk e di. Unë e kam akoma të merr, është si tip inkubi. Dikush ka frikë nga lartësia, dikush ka frikë nga një ambient i mbyllur i ngushtë, i vogël. Këto janë frikra që janë trauma, frikra, eksperiencat që jeta na i ka sjellë dhe unë akoma për momentin nuk e kam kaluar, nuk e di kur do ta kaloj, por që preferoj më mirë bëj 1 orë në këmbë, 2-3 orë të eci dhe 1 natë në këmbë, vetëm akoma mos të marrë guximin dhe tipi makinës dhe të i diku me Arli, dhe pse burri ma këshillon ta bëj këtë gjë, sepse do më ngelet si traumë dhe do ta heq kurrë. Por që unë them që çdo gjë ka kohën e vet, thjesht për mua nuk ka ardhur akoma koha. Kam tepër frikë se mos bëj diçka, domethënë unë jam një person që më pëlqen që të kem autokontroll, edhe rri gjithmonë në territor, si Luan që jam, shenja zodiakale, mua më pëlqen që të rri gjithmonë në territorin tim, domethënë në territorin ku njoh çdo cep dhe jam e gatshme për çfarëdo gjë që të ndodhin, jam e përgatitur për çdo gjë. Në momentin që dal jashtë komfortit, jashtë territorit tim, nuk ndihem okay, domethënë se duhet të kem çdo gjë në kontroll. Dhe ajo është një gjë që unë nuk kam fare në kontroll, sepse nga meraku që kam, duke e parë për shembull Arli mund të mikin kontrollin nga timoni dhe mund të bëj një diçka që mund të jetë fatale. Që kështu pse të rrezikoj kur ka shumë të tjera opsione. Mund t'i kërkoj edhe një mami tjetër që të ma sjellin Amarilisin në shtëpi, sepse kam shumë raporte të mira me të gjitha nënat që të klasës të Amarilisit. Edhe nuk e di njerëz, se ndava edhe këtë gjë me ju, nuk e kisha ndarë me asnjërin, sepse doja ta mbaj për vete, nuk është se është një diçka e thjeshtë dhe e lezetshme për të ndarë, sepse është një inkubo që mua më ka ngelur nga 2 vitet e fundit. Kam kaluar shumë sfida, shumë frikra, shumë gjëra të forta, edhe thjesht ca i kam kaluar, ca më kanë ngelur akoma, edhe avash do t'i kalojmë dhe këto. Në çdo gjë ka kohën e vet. Nëse e kemi ndalë këto 2 vite, do ja dalim me siguri dhe vitet e tjera. Hej Drit, cosa hai fatto? Hai fatto la bua? Cosa hai fatto? Pive mbrëti shpirt? Si ka bërë Arli këmbët njerëz, sepse ka dalë për jashta me babo Amaritën, zbathur. Kush nga fëmijët e juaj do që të ecin zbathur? Sepse Arli do të ecin vetëm zbathur, nuk do çorape, nuk do kpuc, nuk do sandale. Tani ka filluar mos të dojnë as panolinin, normalisht se është vap. Edhe kështu. Një pediatri jon thot, një fëmijë zhytur, një fëmijë lumtur. Hajde ikim atan. Ikim atan te divani? Shumë njerëz më thonë Alketa ti akoma jep gjiku, do t'ja heqësh. Mos e bëni këtë pyetje, sepse nuk e di as vetë kur do t'ja heq, nuk ka gjë më të bukur kur ushqen fëmijën tënde me gji. Për mua nuk është kurrë një bezdi, nuk më jep fare bezdia, është kënaqësi më vete. Edhe Amarilisin 2 vjeç e gjys e kam ushqyer, kurse Arli është akoma më partikolar. Kisha shumë që s'bëja një video, kështu që ulesha dhe flisja me ju, dhe sidomos për tema goxha të rëndësishme për mua. Edhe po tani në datën 7 edhe 8 kam kursin e fundit dhe në datën 15 qershor më bëni shumë suksese, sepse kam provimi dhe një ndër provimet që është një kapitull shumë i rëndësishëm për jetën time, sepse do më mbyllet një dritare dhe do më hapet një derë. Që do të thotë mbaroj ciklin e shkollës, akademisë, edhe do luftoj shumë fort që të hap qendrën time. Kjo është ëndra, kjo është pse un kam bërë kaq shumë sakrifica këto 2 vite, që kam qenë larg shtëpisë time, larg fëmijëve të mi, edhe Arlin e kam lënë tepër të vogël kur kam shkuar
të kursi. Pse? Sepse kur nuk do të ndalosh së ndërruari, kur nuk do të ndalosh të jesh e suksesshme për veten tënde, se fëmijët rriten, edhe ti do të jesh dikush për vete. Edhe ata do rriten një ditë, do ikin nga shtëpia jonë, do shikojnë jetën e tyre, edhe ne pengelemi aty pa kuptuar se kanë ikur kaq shumë vite dhe ne nuk kemi bërë asnjë gjë. Prandaj, ndërkohë që fëmijët rriteni dhe ju profesionalisht, si person, si human, si një nën, si një burr, kushdo qoftë, mësoni, studioni, bëhuni dikush për veten e juaj. Jeta të sjell shumë pengesa, shumë probleme, shumë gjëra të ndryshme, edhe në jetën time ka ndodhur tepër gjëra të ndryshme, të këqija, të bukura, të mira, jo pak më të mira, shumë gjëra ka ndodhur, gjë që s'dua ta ndaj këtu në rrjetet sociale. Por ecet gjithmonë përpara. Çdo gjë ndodh për një arsye, ne përpiqemi të gjejmë arsyen pozitive dhe të lëmë një anë ato negative. Fundja kjo është jeta edhe gjërat ndodhin siç e thash për një motiv. Por ama kur mos të dorëzohemi. Okej? Tani po ju lëm, siç u thash, do ushqej pak Arlin, se Arli ka bërë mëngjes vonë, kemi bërë mëngjes nga nëna Buqa sot. Kemi ikur tek mami im, që kemi 5 minuta larg në këmbë. Edhe kemi bërë mëngjes atje, edhe unë kam pirë kafe me mamin, edhe Arli ka ngrënë byrek me gjith, që kishte bërë nëna. E ngri çunida kullore në ato minja kulloret e vogla. Edhe erdhëm të shtëpia, pastaj se erdhi baba Marilda, edhe mbu baba Marildos, ndetëm çik me babon, bërëm një 2 apuntamente që kishin për të bërë, edhe babo iku te puna, edhe ne ngelëm këtu dy prap. Edhe pastaj, tani do ta vëmë çunin na. Dajmë pape, do flinë çunia. Masa I bëj dhe një dush, do lajmë të dy daci, bëjmë mami një tjetin mami një qik një ujtë, lajmë qik trupin. Një fresko. E bëjmë? Bravo. Të njësë nëzet? Jo të nëzet, jo do të bëjmë ujtën e vakt, jo të nëzet, është vakt tani. Mbrëm kemi ndezur kondicioneri njerës, se ishte vap. Si ishte vap, Amarin do të ta provonte sepse kemi ndryshuar. Shumë shpejt na vjen edhe roboti që lan edhe fshin mërte, pavimenton. Që kështu ditë pas dite po I plotësojmë kushtet jetës tonë që ne kemi mundësi që të merremi me punë. Dhe mos merremi vetëm me punë shtëpie, por edhe me punë që të na sjellin të ardhurat në shtëpi. Siç ju thash pak më përpara, unë kam filluar kam shitur mashallah produkte nga Amarli. Faleminderit gjithë atyre që I besuan mua lëkurën e tyre dhe kam marrë feedbacke aq të bukura, aq të mira sa që realisht më kanë mbushur shpirtin plot me dashuri dhe me forcë dhe motivim që të eci përpara. Mbështetja më e madhe ka qenë patjetër Amarildo, familja ime, por edhe ju keni një vend shumë të rëndësishëm në punën time, në jetën time, sepse tashmë pa rrjetet sociale nuk bëhet asgjë, çdo gjë shitet në rrjetet sociale, edhe ato që kanë dyqan konkret që e kanë të hapur, shesin shumë në rrjetet sociale. Prandaj shumë faleminderit. Sot kisha për të nisur 2 ordinime, por që nuk munda sepse akoma mungon një produkt, edhe mua duhet më vinë furnizimi, nuk kam furnizimin, duhet më vinë diku nga data 8-9. Shpresoj shumë që brenda datës 10 të më vinë, edhe kam shumë goca që I kam lënë të më presin. Por fatkeq ordinimet ndonjëherë vonojnë, nuk s'kam çfarë të bëj në këtë pjesë, do përpiqem që sa të më vinë edhe unë të tregoj porosin. Edhe kështu kaq, do ikim tani? Do ikim? Ku do ikim? Do hajm pape? Ja vjen mami çuni telefonin, do hajm pape. Okej. Ciao guys, I këtë qik ciao guys, edhe fike telefonin, okej? Guys, mirë se erdhën në analizë e familjes time. Atëherë mami më mbledhi këtë që është shumë I bukur, që këtu është e hapur, është fllëckina, Kurrizi? kurizi e hapur. Të pëlqen? Unë ja u tregova guysve sot. Ja u tregova guysve sot, por tani do ja u tregojmë veshur dhe Amarili si ti rikësho. Rrotullo mama piano. Kështu duket dhe është shumë e bukur. Edhe Arli, shikojni çik Arlin.
Bëj prapë Arli? Dritë. Ja dhe princesha ime. Atje kemi uturakun e Lalit. I hiqe tani uturakun, qëtë e vendi. Edhe gjërat e tjera. Amarili si njerëz ka gatuar vetë sot, ka bërë vetë skuqura vetë, ka parekyuar tavolinën, tani po e sparekjon, është bërë bravissima. Super brava zemra ime. Piçuni sukohen. Ndërkohë unë jam kështu. Njerëz, nëse shikoni uturaket vërdalla, jemi duke hequr panolinin e Arlit. Okej, se Arli është bravo. Ku bën Arli çulen? Te utulato? Sim. Bravo. Bëni mashallah dhe ta heqim sa më shpejt. Aty kemi rrobat që kemi nder, edhe kështu. Dy kemi nder. Sim. Tata surprizë për ty. Bële cikat. Ja, bële cikatira. I bële cikati, bële cikat. Bëli. Ne? Bële cikat. Jamila, dada. Babi ka Hey, surprizë për mua. Jo. Sto scherzando. Hi guys! Jemi diku nga Mazditja në ora 7:30. Edhe po ikim një xhiro të gjysh në Kiev se ka ditëlindje. Ti bëjmë shumurime për ty. Ç'do t'i themi gjyshit Arli? Jo, ore, do t'i themi shumurime. Ç'është i thot çuni? Bravo. Do ikim, Amarili si është gjati. A më duke se po vinte këte, prap. Amarili si është gjati, e ne tani do ikim se tani na erdhi burri nga puna. Do t'i marrim një tort këtu tek pasticëri. Edhe do ikim. Sot nuk më erdhi prap porosia, Luna. Hajde shpirt. Që nesër do dërgojmë 2-3 porosi. Hajde shpirt. Dhe kësh me shpejte? Hënësa muj, hënësa. Arli, oj, më çmendemoj. Gjyshi bën 58 vjeç, edhe Arli bën 2 vjeç e gjysmë sot, data 4. Ja faccio vedere Ami. Buon gelato. Che funzioni meglio di quello. Un ritmo normale. Di qua. Cerca di shqipni. Ma për vapër e se vdiqe me vapër, e qa pa këtu? Shumë vape. Vapës pa ty në Greqi është më shumë në fakt. Jo më shumë, po është bërë vdekja, po bërja 3 ditë më rova. Sa i ka bërë mjek dhe nej. Kemi gjagjin tim, jasë të gjagji. Që shtat rada i mos më zirë në internet, telefon, mua se të brava, ndërkohë unë e kam mbushur vitin që e kam zirë. E rri sonte, rri këtu me neve. Ja, po vinë 10 minuta. Tanti auguri! Ale, che smutare. Tanti A u pasaj këtë Tanti auguri! Sofia, Hoppa! Sofia lì. Fry këtu oba, mendojnë dëshirë. Ku të fri? Aty. Bravo! Se më kise fysit gjërë që më të
Hey, përshëndetje, mirë se erdhët në Amarli Le Studio. Këtë video po ja dedikoj fondot intës time pas shumë kërkesave që më keni thënë Alketa a është mbulues, sa mbulues është, si duket, ja ku unë po e bëj mi të tatuazhit tim që kam në dorë. Edhe këtu do shikoni edhe mënyrën se si hapet, se sa e ndriçuar dhe hidratuar duket lëkura dhe se sa mbulues që është. Është goxha mbulues, por jo ai efekti falso, ai efekti jo i këndshëm. Rriqe gjithkohës i ndriçuar, i freskët dhe ka kaq mbulim. Shpresoj t'ju pëlqejnë. Për informacion për porosi më kontaktoni. Hey guys, jam duke kërcitur si e marr ande këte, sepse më duan shumë produkte që më kishin mbaruar. Faleminderit ndaj porosive t'juaja. Edhe jam këtu duke kërcitur me vrap sa ndesa këte. Edhe sa po mora disa nga produktet që më duhen, është duke më ardhur posta në shtëpi me materialin që më duhet për punën. Edhe tani do shkoj me vrap marr Amarilisi. Ndërkohë në shtëpi kam lënë Amarildo duke ngrënë bukë me Arlin. E kuptoni, dhe sot mas dite kam 2 mega porosi që do t'ju marr me vete. Por mendoj se nuk do bëj video, por do bëj live në TikTok. Që kështu për gjithë që më ndiqni në TikTok, shkoni dhe më ndiqni për video, foto të produkteve, shkoni dhe pastaj më ndiqni në Instagram. Në gjitha rrjetet e mia sociale më gjeni me emrin Alketa, viz poshtë Amarildo, Alketa Amarildo, mund të shkruani thjesht Alketa Amarildo dhe dalun. Edhe në faqen e punës Amarli Le Studio. Ikim.